Do të thonë vlera e haxhit është shumë e madhe. Kush e ban haxhin, çka fiton? Kush e ban haxhin, edhe nëse e ka haxhin e pranuar, ju kanë fshin ke gjunohet. Krejt, komplet. Do thot faktikisht kthehet sikur çka diçka e ka lind nana vet. Kështu është hadithi. Që është hadithi pejgamberit sallallahu alaihi Do wasallam. të thonë ka lind nana vet bebe, s'pa gjunohe. Bebe ka lind nana vetë, do thot pa gjunohe, edhe ai do thot kur del prej fushës së Arafatit, apo thon faktikisht është pas një gjuna hiç. Edhe masanej do thot ai niset tefteri i di. 0-0. 0-0. Po te ki tefteri është një sen me rëndësi shumë që me njerëzit me mor halallëk, apitan. Jo për shembull dani kuna ti ke bon dam, dani kuna e ke vell, dani kuna e ke prevarit, dani kuna e ke tradhtu, ajo që ta përshkojnë haxhën e ti la gjunohet. Ja. Mos për herë me njerëzit do thot do të mu pastru, me mor halallëk. Masani do thot me shkuën ato vendet atje, vendet e shenjta. E atje do thot Allahu dhul xhelal të fshin krej gjunohet të cilat kanë bajnë me ty dhe me Allah. Dvoglat mëdha. Dvoglat mëdha do thot të fshin Allahu dhul xhelal, inshallah bidillah nëse pendohesh, edhe kthehesh do thot i pendu. Ne kjo është do thot ai kushti kryesor të se do thot do të me ditë secili. Jo për shembull dikush ka bën 100.000 dollarë, mos e thot po shkojnë haxhën e që tash Allah më fshi ke gjunohet. Shembull dikush ka pi shumë raki. Po. Edhe shtesh pendohet, shkon hax, i fshin këtë ato. Po normal. E nëse dikush ka vrarë njëri, do thot nëse dikush ka vrarë njëri, do thot ajo punë është mes Allahut edhe mes që ti na shkash ti vram, apo. Edhe lutsmi që Allahu dhul xhelal më pas fshinje gjunohet, pasi që Allahu dhul xhelal i fshin krej gjunohet përveç se shirkut. Shirkun do thot nuk e fshin. E tash ke i cili do thot e ka vrarë i kanë edhe është pendu sinqerisht, lutsmi Allahu dhul xhelal që me ja kompenzua atë pendimin e tina edhe me shpërblyje atë vrasin, shka vra do thot. Për atë arsye se kur dikujt e merr shpirtin pa drejtësisht, pa dënë arsye apo këtë, atëherë ki do thot e kompenzon ata. Sikur në këtë dunjë e ke po kur të bësh për shembull sudar, shkon kompania e sigurimit do thot ta pret dënimin sa e ki tek i ki, qështu edhe në herat atje, do thot ka kompani sigurime për që kanë me dimati e kret, do thot ato punë të shë e ke bon këtë dunja, të mira apo të këqija. E zinaqari ai që ka po zinaj, ka tepru, shumë ka po zinaj, shkon haç, i pendum, inshallah, Allahu dhul xhelal e fal. 0-0, s'ka ma gjuna. 0-0, po inshallah, do thot Allahu dhul xhelal e fal edhe inshallah Zoti ja fshin këtë gjest të keq edhe inshallah sinqerisht pentohet për para Allahu dhul xhelal.